miq, ne jemi këtu në këtë ambient të CFN Albania, ku do të hedhin vështrimin pas në një histori që në fakt ka lënë gjurmë në jetën e shumë njerëzve. Një histori shërbese, frymëzimi, përkushtimi, transformimi. 25 vite CFN Albania, një organizatë që në fakt ka investuar me pasion në jetën shpirtërore, arsimore dhe sociale të shumë brezave në Shqipëri. I ftuari ynë është pastor Mentor Rama, presidenti CFN Albania, një dëshmitar dhe udhëheqës i kësaj rrugë. I këtij rrugtimi do të thoja të jashtëzakonshëm. Ai nuk ishte vetëm në gjithë të, por i shoqëruar nga bashortja e tij Frosina Rama. Shumë bekim dhe kënaqësi të kem këtu në këtë intervistë. Përshëndetje dhe faleminderit kënaqësia jonë që jemi bashkë. Faleminderit, urime për 25 vjetorin e CFN Albania. Faleminderit. Shumë faleminderit, faleminderit dhe juve për gjithë punën tuaj që keni bërë në këto ditë bashkë me neve. Shumë bekim dhe kënaqësi. CFN Albania ka një historik. Si u bot fillimisht pjesë? Di që keni qenë student, pjesë e stafit në atë kohë. Po, është vërtet. Unë personalisht jam bashkuar në vitin 2004. Në atë kohë si një djalë ushqiri, erdha për të mësuar vetë më shumë nga Jezusi. Isha dëshirë që të formosha, të arsimosha edhe në aspektin teologjik, kështu që kontaktet e mia të para ishin si student i atyre bankave dhe më pas nga studenti, kaluam si bashkëpunëtor ku e pata dhe mundësinë, privilegjin dhe bekimin më të madh nga Zoti si fillim që u takuam dhe u njoham me Frosinën. Po, ishit pjesë e stafi, Frosina ti ishe aty? Po, gjithashtu edhe unë kam qenë studente për pak më përpara se mentori. Në vite pak më përpara, dëshira e madhe për të njohur më shumë rreth Biblës, rreth Perëndisë, më shtyvi për të vazhduar në këtë shkollë biblike, por gjithashtu në momentin në të cilit unë kam vazhduar shkollën e Biblës, kam ndjerë që nuk mbaron vetëm aty, pra nuk mbaron puna ime vetëm si studente, e kuptoja që kishte një lidhje më të gjatë me shkollën e Biblës, kështu që disa vite më vonë jam rikthyer së bashku në të njëjtën vit ku edhe mentori ka qenë bashkëpunëtor, kam qenë edhe unë në të njëjtën vit kemi filluar. Po, pastor Mentori, si kaloi CFN-ja në drejtimin tuaj? U desh pak kohë që ju të konsultoheshit e të merrit një përgjigje, pra ishte një proces? Ka qenë një proces, por në fakt ka qenë një proces i shpejtë. Se ne pas mbarimit të shkollës tonë që ishim si student, ne vazhdojmë motimin tonë me shkollën e Biblës si bashkëpunëtor dhe në vitin 2006, në fakt në një situatë jo aq pozitive që në atë kohë ishte duke kaluar shkolla e Biblës, me një ditë të zakonshëm pyetemi, ne mendojmë që ju mund të jeni drejtuesit e arshëm dhe si mendoni ju. Kështu që kjo pyetje na erdhi në vitin 2006 dhe e vërteta është që nuk është që kishim një kohë shumë të gjatë për ta menduar apo për të lutur me javë, muaj të tëra. E prisnit? Në fakt ka qenë një kohë në të cilën ishte intensive, por që Perëndia flet. Perëndis nuk i duhet shumë kohë për të folur, Perëndia flet edhe në një kohë të shkurtër apo të gjatë. Kështu që kur Zoti do që ti bëj gjërat, ai i bën. Ka qenë një ndryshim shumë i shpejtë nga ana e leadershipit në atë kohë dhe pastaj pasi ne jemi pyetur për të vazhduar nëse do ta marrim, patjetër ishim të rinj, sapo ishim fejuar dhe e shikonim si një përgjegjësi shumë të madhe dhe veçanërisht sapo kishim marrë tani një vendim për të martuar së bashku, për të krijuar familje, vinte gjithashtu një vendim tjetër i rëndësishëm, por që në konsultim me Perëndin, në konsultim me njerëz të tjerë frymëror, me pastorët tanë, me drejtuesit tanë, kemi arritur pastaj në një vendim që e kemi kuptuar që është vullneti i Perëndisë që të vazhdojmë. Po, edhe interesant është që në fakt në vendimin tonë kemi marrë në shtator të vitit 2006 dhe tani jemi në muajin shtator, kështu që tash janë bërë 19 vjet që CFN-ja është me një leadership të Frosinës dhe ti. Dhe ju i thatë, po, cilat ishin ato sfidat e para të themelimit të saj, duke që një drejtues në atë vit? E keni nisur nga asgjë? Po, në të vërtet ishte kështu sepse ne ishim të rinj, drejtimi na është dhënë, por ne nuk kishim as staf, nuk kishim as financa dhe pothuajse asnjë gjë, ne kemi nisur nga zero. Dhe duke filluar nga zero, gjëja që neve bërëm në fillim fare, tham, ne nuk do të vazhdojmë me njëherë direkt në shërbes, por ne do të marrim një vit lutje, adhurim,
dhe agjërim në mënyrë që ne të dëgjojmë zërin e Zotit, se si do të themelohet dhe si Zoti do ta ndërtoj. Kështu që afërsisht ka qenë një vit agjërim edhe lutje, kur ne e kemi ndërtuar frymërisht. Edhe mbaj mend që ne takoheshim rreth orës 8 dhe afërsisht në orën 10-11 ishte vetëm lutje, duke dëgjuar dhe zërin e Zotit. Jam bashkuar me edhe njerëz të tjerë në lutje në këtë kohë dhe kjo ka qenë një bekim shumë i madh sepse mbas këtij viti pastaj filluan, ne mbollëm në lutje, pastaj filluam që të shikonim frytet e asaj. Dhe në atë kohë ne ishim gjithashtu të vetëdijshëm që na duhet në ndërtimin e Zotit për të ndërtuar edhe një strukturë. Ne nuk dinim se si funksionon një vit shkollor. Ne nuk dinim se si funksionon një administratë një shkolle bible. Frosina sapo e tha, ishim vetëm të dy si fillim, nuk ishim njerëz të tjerë që mundet në atë kohë që të na mbanin krahët. Dhe për ne është e rëndësishëm që duke qenë se i tham po, atëherë duhet të kërkojmë ndihmën atij që na thirrë për të bërë këtë shërbes, edhe që të ndërtojmë një rrugë më pas ku mund të ecim në hapat tonë. Dhe në fakt ka qenë një kohë kur sot të reflektojmë brapa, shumë e vyer, shumë e nevojshme, sepse ai ka qenë një vit ku na ka ndihmuar më pastaj për të vazhduar. Dhe mbi të gjitha mund të them që se ju pyetet kush ka qenë sfida më e madhe. Sfida më e madhe ishte që ne sapo ishim fejuar vetë. Ne vetë si persona kishim nevojë për Zotin dhe kishim nevojë edhe për një tjetrin, po edhe për tjerët. Dhe aq më tepër unë si i ardhur, kush i njihte mentoramën, domethënë edhe Frosina Brazhdin atë kohë, ishte e rëndësishme për ne pastaj për të shikuar hapin tjetër, krijimin e marrëdhënieve me leadership të tjerë, me vëllezër, me motra, me pastor, kështu që çdo gjë ka marrë kohë, ka qenë proces. Ka qenë sfidë, jeni lutur. Kanë ardhur të gjitha bashkë. Po të kthesh kokën pas dhe kujton atë momentin kur nisën themelet e parë të kësaj ndërtese, pastor, do ta mendoje se CFN-ja do të ishte këtu ku është sot, qoftë edhe vizualisht, për te përmbajtjes? Me vjen keq që ata që kishin këtë vizion guxuan për i thënë po, edhe një objekti këtë këtill, që më duhet ta rrefej, edhe për të thënë që ndonjë ka patur momente që kam dyshuar edhe vetë. Ajo ditë ka qenë, unë e kam quajtur ditë historike për ne të paktën, si çift, por edhe si shërbes, po për të përgjigjur pyetjes shumë konkrete, më të vërtet nuk e kisha menduar që një ditë do të uleshim këtu së bashku në një ambient tashmë të përfunduar afërsisht komplet dhe për të festuar një histori 25 vjeçare dhe atë në këto ambiente. Po, shumë e vërtet. Ka qenë sfidë, sepse kur ne kemi, domethënë, lutjen e parë që ne bënim që të përfundonim një nga këto ndërtesat, për arsye sepse donim që të vazhdonim me punën frymërore dhe na dushte vetëm ndërtesa 2, sepse aty ishte administrata, aty ishin klasat, aty ishte ambienti për studentët, ishte menca, gjithçka, edhe thoshim që nëse do t'ja dalim me një ndërtesë është fitore e madhe. Por Zoti nuk të jep pak. Nëse Zoti të thërre dhe nëse Zoti të thotë diçka, ai jep dopjo, jep gjithmonë gjëra me shumicë. Nëse do t'i përmlidhnit gjithë këto vite, 25 vite, cili do t'ishte fruti i tyre? Në cilat drejtime ju keni parë frut këtu? Kjo është një pyetje që është e shtrirë në disa degëzime. Pasi CFN-ja tashmë ka vitet e tëra që është njohur që nuk është më vetëm një shkollë biblike, e cila vazhdon të jetë themeli, baza, shtylla kryesore e shërbesës tonë, por në fakt nuk është vetëm shkollë biblike. Kështu që frutet tona janë qofshin ato të shkollës bible me 390 të diplomuar, edhe një pjesë e tyre ku po reflektojnë në fakt edhe për këtë përvjetor, shumë mbi tyre sot janë të shpërndarë në shtete dhe kombë të ndryshme dhe zhvillojnë një jetë aktive në kishat e tyre. Kështu që krahas studentëve, konferencat janë gjithmonë atë kur të jep frymëzim, të motivon dhe mbi të gjitha në fakt, më duhet ta them, kanë ardhur 3 bashkësi në jetë me qindra njerëz janë shpëtuar dhe kanë hyrë tek ato dyrë që tek ne quhen dyrë të hapura.
e kam pranuar Zotin, dhe prekja e komunitetit ku ne jetojmë me dashurinë e Zotit, me projekte nga me të ndryshme. Po, me projekte pafund që ne kemi dëgjuar edhe në media, në bashkëpunim me komunitetin këtu, madje mendoj se ndoshta po pyesësh qytetarë të ndryshëm ose banor të zonës tua, ka njëri që nuk e njeh CFN Albania, se keni lënë gjurmë. Po, ne themi për lavdit Zotit, jo për të ndëruar shërbesën tonë, po besoj tashmë jo vetëm komuniteti për Gradecet edhe për rreth, por falëhirë të Zotit, më të vërtet, CFN ka pasur mundësim për të qenë edhe në disa kohë krizash dhe shumë të dhimbshme të Shqipëria ka kaluar, kemi pasur mundësinë për të qenë aty prezente dhe për të dhënë një kontribut vogël. Shiko, Krishti le gjurmë në jetën tona. Gjithmonë ku Jezusi viziton jetën tona, ai le gjurmë, le një prekje të veçantë. Dhe gjithashtu bijët e Perëndis lën gjurmë në kombin e tyre, lën gjurmë në shërbes apo çfarëdo që ne bëjmë, sepse ne jemi bijët e tij dhe trashëgojmë pikërisht atë çfarë Perëndia ka. Si ka ndikuar kjo përvojë në jetën tuaj, mentor, personalisht, si pastore, por edhe si njeri? Ka ndikuar shumë. Në radhë parë, gjithë ky proces dhe këto vite më kanë formuar akoma më mirë, se sa kam qenë më përpara. Kam mësuar shumë më tepër se çfarë do të thotë në mënyrë konkrete për t'i besuar Zotit, ndonjëherë edhe atëherë kur je jashtë mundësive të tua. Me ka ndikuar edhe shumë se unë thash edhe pjesë të fjalimit tim tek festa. Ky vend e ka një rol shumë të rëndësishëm me jetën time, se unë këtu erdha si një djalosh i ri dhe Zoti më ka bekuar këtu, fëmijët e tanë janë rritur këtu, këtu e kam njohur Frosinën, kështu që me ka ndikuar jashtëzakonisht. Lavdi Zotit. Më tregoni pak për një pjesë shumë të rëndësishme të gjithë kësaj mrekullie, i them gjithmonë, për CFN Akademi. Akademia CFN ka ardhur edhe ajo në jetën e fakt e frymëzuar nga Zoti. Më duhet ta them që programi akademisë tonë në fakt ka ardhur në jetë përpara se botën e tronditi pandemia. Në vitin 2009, unë mbaj mend, kam shkuar në atë kohë në zyrën e drejtorit të shkollës dhe i thash që na duhet të mendojmë për një program tjetër, për një kurrikul tjetër që i përshtatet çdo person, çdo besimtari në Shqipëri që mund ta frekuentojë një shkollë bible, i pashkëputur nga familja, nga puna dhe nga jeta e tij e përditshme. Sepse ne dim, ne gjithë jemi të zënë, kemi obligimet tona familjare, profesionale, largësia është gjithashtu. Kështu që në atë moment unë mendoj që e kam ndjerë nga Zoti që tani është koha për të bërë një ndryshim dhe kryera fjala, në rast se ke bërë diçka për 20 vjet rresh me të njëjtin program, e vërtetë është që duhet kuraje dhe guxim për të sjellë diçka tjetër që deri më tani nuk ka ekzistuar. Dhe ajo ka ndikuar shumë sepse e ka patur mundësinë për të sjellë më shumë student, besoj, e ka ngritur nivelin e mësimdhënies, i është përshtatur jetës krishtere dhe të besimtarëve shumë më lehtë, shumë më kollaj. Dhe sot jemi këtu dhe siç sapo të thash më përpara, kemi me qindra njerëz që janë trajnuar në këtë shkollë, edhe sot janë dikush me shërbes në fëmijëve, dikush me adhurim, dikush me ngjillëzim, dikush në leadership si rezultat i kësaj. Pse? Sepse unë vazhdoj besoj që Jezusi, para se ai do të vijë edhe një herë, një lëvizje e Zotit do të ndodhë, edhe besoj që do të ndodhë edhe në Shqipëri. Unë besoj që Perëndia ka përcjellur një lëvizje këtu në këtë vend dhe për ta përballuar këtë lëvizje, në fakt na duhen njerëz të mirëformuar, edhe nga ana frymërore, edhe nga ana teologjike. Dhe pikërisht këtë gjë e bëjmë me programin tonë të akademisë. Lavdi Zotit. Ndërkohë për të ndalur pak tek i prekën pak shërbesat në komunitet, ju keni ndihmuar me qindra shpak, por me mira familje, me pako ushqimore, me projekte ndryshme gjatë kohës pandemisë,
për fëmijët në nevojë, shkollat, pra keni pasur shumë projekte. A ka ndoshta në gjithë të ndonjë dëshmi se e di që ka shumë, po që ju ka prekur zemrën, ndërsa ka ndryshuar përmes shërbesës tuaj? Kemi parë në fakt gjatë kohës të cilët ne kemi shpërndar. Unë gjithmonë mendoj kështu që Jezusi ka predikuar, po dhe ka ushqyer njerëzit fizikisht. Pra, a i predikojnë fjallën, a i predikovi për mbretërinë, por gjithashtu a i ushqevi ata. Dhe pikërisht, edhe gjithmonë, kur neve shpërndajmë gjëra, është kjo në mendje ndonjë krahë duhet jemi, po anën frymërore, po një krahë duhet jemi të humburit. Kemi parë shumë lot, kemi parë shumë fëmijë të gëzuar, kemi parë njerëz të cilët na kanë thënë që wow, askush nuk na ka vizituar, edhe jeni ju të krishterët që vini dhe e bëni këtë gjë, pra dashuri me vepra. Edhe kur ti e vendos dashurinë me vepra, atëherë është një gjë shumë e bukur. Ti shikon, ashtu si dhe në një varg thuhet në Bibël që kur isha në burg kush më vizitovi, kur isha i uritur, kush më dha për të ngrënë, dhe pikërisht këtë gjë e shikon shumë qartë, dhe e shikon dashurinë e Perëndisë të shpërndar tek ata. Ka dëshmi shumë se kush e ka prekur emocionalisht zemrën tonë. Me të vërtetë janë të shumta, po mua më kujtohet kemi qenë në një shkollë, në një fshat të Pogradecit. Dhe kur unë kam hyrë tek ajo shkollë, ishte fillimi i dimrit. Dhe kur unë kam parë ata fëmijë aty në çfarë karrikesh, në çfarë bankash bën në mesim, dhe se si ata gjenin mënyra për të ngrohur, për të që i sillnin disa drutë edhe nga shtëpia e tyre. U prekëm shumë dhe unë thash, po sikur një nga ta fëmijët mund të ishte fëmija im, a do të kisha lënë në ato kushte në rast se do të kisha patur mundësinë. Dhe kështu që jam kthyer, kemi shikuar se çfarë mund të bëjmë, dhe sot jo vetëm ajo klasë dhe ajo shkollë, po e themi për lavdi Zotit, janë me 10 shkolla dhe me 10 qerdhe që janë rinovuar nga ne, janë pajisur me mobile të reja, me banka, me karrika, dhe deri tek projekti ynë i fundit që tashmë kemi hyrë në vitin, mos ka bëj, është viti i 10, që ne quajmë Back to School. Besojmë shumë në fuqinë e arsimit, dhe në fakt arsimin e meritojnë qofshin ata fëmijët atyre që kanë mundësinë, po edhe qofshin ata që nuk e kanë mundësinë. Dhe kjo gjithashtu është një projekt që tashmë me qindra fëmijë janë bekuar me çanta, mjete shkollore, dhe ju mësohet arsimi i tyre. Dhe kush e di, një ditë të ardhshme, ndoshta pas 20 viteve, ata mund të jenë ministra të ardhshme, mund të jenë doktor të ardhshme, mund të jenë avukatrit, notar të ardhshme, dhe kjo është gëzim shumë i madh. Pastor Mentori, vazhdimisht keni deklaruar se CFN Albania nuk është vetëm e izoluar ose qendra juaj. Ju vazhdimisht thoni që kjo qendër është në shërbim të komunitetit të krishterë. Për çfarë keni fjalën? Çfarë ofron kjo qendër? Disa njerëz ma kanë bërë këtë pyetje, kanë thënë, po ju keni ndërtuar, keni sakrifikuar dhe keni lodhur, dhe Zoti ja ka dhënë ju, dhe si ke guxim ta thuash që nuk është ndërtesa jote, nuk është, po është ndërtesa e të tjerëve. Unë e them këtë gjë sepse unë besoj, dhe kura fjale jo vetëm unë, po besoj, dëshmon edhe pjesa tjetër e komunitetit ungjillor. CFN-ja për gjithë komunitetin ungjillor është një aset kombëtar, është një vlerë, dhe besoj duke qenë se është një aset kombëtar, Perëndia na ka dhënë hirën që ne kemi krijuar disa facilitete që në fakt nuk i gjen çdo vend. Dhe kjo është një vend, një mundësi, dhe prandaj them që është një shërbim të komunitetit ku çdo kish, çdo organizatë, çdo fondacion e ka mundësinë për të ardhur në CFN-ja dhe për të zhvilluar në ambientet tona aktivitetet e tyre. Qofshin ato retrite, qofshin seminare, qofshin trajnime, sepse CFN-ja të afron këtë mundësi. Pra është ndërtuar jo si një mjet hoteli, është ndërtuar engas për atë punë që të afron. Ka konferencat, ka sallën konferencave, i ka dhomat e akomodimit, e ka kuzhinën, e ka venden e shërbimit,
kohat buka që ne quajmë menca ose restoranti, ka facilitetet nga jashtë, i ka gjitha mundësit. Prandaj, është një mjet shumë i mirë ku kisha në Shqipëri, por edhe për te, që mundet të vijen të përdorin. Po, unë e mendoj që është një bekim i madh që të bekojnë dhe tjerët. Pra, duke mos jetë ky bekim që do të jetë vetëm për ne, për vizionin ton, për shërbesën ton, por ky bekim të jetë një bekim për çdo kish dhe për çdo person të cilët thot, hey, aty është pjesë e Zotit, e unë dua të shkoj, unë dua ta përdor këtë vend për lavdinë e Perëndisë. Sa është kapaciteti i kësaj salle? Sa persona mund të zërë? 400. 400 persona. Po, 400. Pra këtu mund të organizohen konferenca ndryshme, seminare, janë të gjitha kushtet për këtë. Kur e shën ndërtesën nga jashtë dhe nga brenda, edhe personalisht që e kam parë, duket shumë e kuruar në çdo detaj. Rregullt, nuk e di, tek detaji më i vogël dhe më bën përshtypje. Tani është shija e mentorit apo është gusto e jote? E të gjithëve, mund të themi e të gjithëve, mentori është personi i detajeve, unë jam personin se që më pëlqen të dekorohet bukur, gjërat janë dekoruara bukur, po patjetër kemi edhe një staf të cilën kujdesen për këtë gjë që të jetë sa më e kaluar nga ne tek stafi, për këtë detaj, sepse më mendoj që edhe Zoti është një Zoti detajave. Po të shikosh se si Zoti ka krijuar gjërat, i ka krijuar në mënyrë kaq të bukur me detaj, kështu që na pëlqen. Shumë bekim. Jo, më pëlqen sepse kur shikon gjëra të tilla, Zoti do më të mirën, por ti vetë atë gjë që Zoti ta jep, atë pasuri dhe atë bekim që ta jep, ti e ke çuar tamam aty ku duhet, e ke bërë me shkëlqyeshmërinë tënde çdo gjë. Është vërtet, do më thënë, për te një skuadrë që, sa po tha Frosina, ne falenderojmë Zotin, edhe për ata që kanë qenë në këto 25 vite, por sidomos edhe për këta që janë tashmë bashkë me ne, ata e bëjnë një punë të jashtëzakonshme, por në fakt, ata e njohin pak se si mendon mentori, edhe si mendon Frosina. Frosina tha, unë jam personi detaj. Unë besoj që detajet e bën diferencen. Dhe unë në këtë vend, shumë gjëra, detajet e vogla, në fakt janë mendimet e mia. Për shembull, të gjithë pjesën e elektriku që shikojmë tani edhe këtu tek salla, unë nuk jam me profesion elektricist. Por unë e kam skicuar dhe kam shkuar tek firma drejtim. Kam thënë që salla e konferencave CFN-s do të ketë këtë lloj ndryshimi. Do të thënë, në rast se sot e shikojmë këtë, janë idetë mia dhe sigurisht kanë qenë pak sfide të vështira për firma për të realizuar, por duhet të pranojmë, sërish për lavdi Zotit, që jam një person detajist, projektin e kemi po quajmë vizatuar së bashku. Frosina tha sot, ose më duket në intervistën e saj, ai kishte ato letrat e saj që në fillim si do dukshin ndërtesa, ku do të ishin klasat, ku do të ishin zyrat. Kështu që projekti në fakt është i mendimeve tona të përbashkëta. Dhe një staf i jashtëzakonshëm dhe ku përfitoj nga mundësia dhe them shumë faleminderit, e mirëmbajnë shtëpinë e Zotit, se është shtëpia e Zotit dhe shtëpia e Zotit duhet të jetë e bukur dhe e mirëmbajtur deri në detajin e fundit. Lavdi Jezusit, si e shikoni të ardhmen e CFN Albania? Keni projekte të reja në horizont? Dikush nga jashtë mund thot, kaq ishte, është mjaftueshëm, është shumë. Shiko, për në Shqipëri mendojmë që është i plotësuar vizioni, edhe kemi arritur aty ku Zoti e vendosi zemrën tonë, besoj është e arritur, por ka lindur një fëmijë i ri, që është diaspora, edhe njëti vizion që është këtu, do të përcjellet edhe në diasporë. Kështu që kjo është gjëja e re. Po për në Shqipëri mendojmë që është i plotësuar. Mendoj ajo çfarë është e nevojshme, mendoj është trajnimi i leadershipit të arshëm, sepse në mënyrë që gjërat e tjera të çlirohen dhe të vinë në jetë, si në këtë rast shërbesa e diasporës shqiptare në Gjermani dhe Zvicër, ajo ka nevojë për kohë, ka nevojë për përkushtim, ka nevojë për investim, siç është bërë këtu. Në rast se ne duam që ta ndërtojmë një punë të mirë dhe ne kemi dëshirë dhe në zemër që në rast se marrim diçka përsipër, ne na pëlqen që ta marrim seriozisht. Kështu që në fakt lutja ime është që Zoti të sjellë njerëz ose edhe këta që janë, mendoj për aftësi të reja, për njerëz guximtar që mundet që të marrin më shumë përgjegjësi, nuk po flas direkt për
si jam duke thënë për ndryshim udhëheqje, por jam duke thënë që janë gati për të mbajtur më shumë pesha, më shumë përgjegjësi. Kjo është një nga dëshirat e mia që të ketë një staf të fortë. Dhe për Shqipërinë, unë nuk them asnjëherë kur është kur, nuk i dihen rrugët e Zotit. Për momentin duket. Besoj që aktualisht nga ana jone mund të themi që jemi komod, s'kemi nevojë, nuk kemi diçka, është diçka e fshet pak thellë dhe në kohën e duhur, ndoshta pas diasporës, Zoti dikur ndoshta mund të vi diçka tjetër në jetë. Por kë jeni falendërues gjithë këto vite, 25 vite? Unë e di që të gjithë do ta presin që do thonë që do ta falenderojmë Jezusin. Ai është i pari dhe është i pamokueshëm, nuk diskutohet sepse ai është ideatori që foli, ai e solli gjithçka në jetë dhe atij i takon gjithë nderi dhe gjithë lavdia. Unë si mentor, personalisht, jam shumë falendërues Frosinës dhe fëmijëve. Ata kanë sakrifikuar shumë për këtë vend. Më të vërtet, edhe këtë nuk e them sepse jam në një intervistë që Frosina është afër meje, por ata kanë bërë në fshehtësi dhe kanë pranuar për të dëruar, siç tha Frosina, kryqin, në mendoj për të marrë me vete. Jam falendërues në fakt për njerëz që Zoti më ka vendosur në rrugë, edhe kanë dhënë zemër, më ka dhënë kurajo, për çdo drejtues, për çdo pastor që ka qenë këtu, që e ka përqafuar dëshirën tonë. Jam falendërues në fakt edhe njerëzve që na kanë besuar ne. Çfarë do thotë kjo? Ne i besuam Zotit, por në fakt kishte njerëz që na besuan ne, thanë që ju keni këtë vizion dhe ne do t'ju mbështesim, qoftë edhe financiarisht, se vërtet po mhanitim me këtë mrekulli i Zotit, por është dashur dikush që sot nuk është në këtë intervistë që të guxonte për të dhënë nga fondet e tyre për të besuar dhe sot është rezultati, kështu që çdo donatori që ka investuar në këtë vend dhe falenderojmë siç thash edhe në fillim në fakt çdo antar të stafit që e ka shoqëruar këtë shërbes për 25 vite. Po, unë do t'jem falenderuese nga gjithë njerëzve që na kanë shoqëruar në gjithë këto vite, qoftë nga ana e stafit, qoftë drejtuesit tanë, qoftë familjes time që ka qenë shumë afër, mami im ka qenë shumë afër për më ndihmuar duke parë. Mami im është e krishterë edhe ajo e kuptonte thjerrjen e Zotit në jetën time, kështu që ka qenë një bekim shumë i madh duke u kujdesur për mua dhe për fëmijët e mi që kur unë kthesha nga shërbese e rraskave të lodhur, ai përpiqej për të bërë punët që unë t'isha sa më e lehtë dhe të kujdesesha për fëmijët në mënyrë që unë mos kisha një bark, kështu që ka qenë një ndihmë shumë e madhe për mua. Dhe gjithashtu çdo person tjetër që ka qenë ndër vite në këtë vend, ka dhënë kontributin, dua t'i falenderoj për çdo investim që kanë dhënë në këtë vend, qoftë me kohë të plot ose jo të plot, por atë çfarë t'i ketan shumë faleminderit. Pastor Mentori, për ta përmbyllur këtë intervistë, shkurtimisht me pak fjalë, çfarë do t'i thojë dikujt që ka në zemër një ëndër, një dëshirë, një vizion për të shkuar diku? Guxoni të besoni atë çfarë Zoti ka vendosur në zemër. Kurse unë do thosha gjërat e pamundura për ne janë të mundura për Perëndin, kështu që nëse Zoti ta vendos diçka në zemër, nëse duket e pamundur, për ty për Zotin është e mundur. Ju falenderojmë nga zemra, mirënjohëse Zotit për ju, për CFN Albania dhe unë ju uroj vetëm suksese. Zoti t'u përdor për lavdinë e tij. Shumë faleminderit edhe ti. Faleminderit me vërtet shumë, edhe juve.